Besoj që nuk ka vend për të shqetësuar, besoj që ambasada ka bërë deklaratën e saj përputhje me masat e sigurisë që kanë për qytetarët amerikanë, vend për të pas kujdes për sigurinë, patjetër që ka, po kjo është e gjithkohshme. Por më tepër në një kohë kur në botën ndodhet një situatë tepër vështirë. Zoti ministre, keni pas ju kontakte me ambasadën amerikane, për çfarë i referohet? Sepse nuk kemi mësuar që konflikti është diku larg dhe në Shqipëri të transmetohen mesazhe të tilla ku bëhet kërkesë qytetarëve amerikanë të kenë kujdes sepse mund sulmohen. E kuptoj. Besoj që kjo kërkesë ka shkuar për të gjitha ambasadat e Shtetit Bashkuar në Europë dhe besoj që kjo vetëm një sekond. Vetëm që kjo është për gjithë qytetarët amerikanë në gjithë Europën, nuk është vetëm për Shqipërinë. Nëse ju keni marrë që ka qenë deklaratë vetëm për Republikën e Shqipërisë, patjetër që nuk është informacioni saktë. Informacioni saktë është që ky është një informacion i cili është dhënë për të gjitha ambasadat dhe patjetër edhe për Shqipërinë, sepse Shqipëria ka marrë një qendrim tërprerë ndaj një regjimi i cili ka dëmtuar interesat kombëtare shqiptare. Pra ne si qytetarë shqiptar jemi të cënuar nga veprimtaria e aktorëve të lidhur me atë shtet dhe që i kanë cënuar infrastrukturat tona kritike, pavarësisht se qeveria shqiptare ka marrë çdo mas dhe të gjitha sistemet janë rikthyer, të gjitha sistemet janë funksionale.